Me kërkesë të Inspektoratit Sanitar, pishina e Gërmisë është mbyllur përkohësisht në pritje të rezultateve të analizave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Vendimi u mor pas disa ankesave të qytetarëve, të cilat ja adresojnë një asamblejës të vendosjes në Kuvendin Komunal të Prishtinës. Po është e vërtet qytetarët ka që 3-4 ditë e fundit kanë bërë ankesa ndërrite meje si asamblejës të vendosjes së pjesë të qytetit, edhe kanë vërejtë se uji ka probleme, domethënë është ujë shumë i papastër. Unë fillimisht nuk kom dashur më drejtuar se mendova që po rregulloj këtë punë, por kur kalon 3-4 ditë edhe rregullisht bëjnë ankesa qytetarë, i kom drejtuar i KSHPK-s për inspektim të ujit me shqetësuese a është ujë i pastër, se mbi të gjithë është shëndeti i qytetarëve të cilët e frekuentojnë këtë pishinë. Ndërmarrja publike Sport Marketing i ka kundërshtuar këto pretendime. Përmes një njoftimi publik, ajo ka bërë të ditur se cilësia e ujit monitorohet rregullisht dhe se kryen matjet e nevojshme në përputhje me standardet dhe procedurat e mirëmbajtjes. Këtë e ka konfirmuar nëpërmjet telefonit për RTK-n drejtori i ndërmarrjes Bardh Karasniqi. Sipas tij, ndërmarrja është në pritje të rezultateve zyrtare të analizave, ndërsa pretendimet i cilëson si të motivuara politikisht dhe jo të bazuara, me gjendjen reale të pishinës. Nga ndërmarrja thonë se prioritet mbetet siguria dhe shëndeti i qytetarëve, ndërsa njoftojnë se pas përfundimit të analizave, publiku do të informohet për rihapjen e pishinës së Gërmisë.